Përshëndetje, unë jam Dea Sanaj në Blu Televizion. Në gjirin e Vlorës, në skajin në jugor të Adriatikut, po merr formë një nga projektet më ambicioze të 30 viteve të fundit në Shqipëri, Porti Turistik i Vlorës. Deri në vitin 2028 pritet të ofrohen 450 vende parkimi për jahte të zakonshme dhe mega jahte, 815 apartamente me pamje panoramike, një shëtitore bregdetare me 2 kilometra të gjelbëruara dhe 10 ranjësi shërbimi luksoze. Zhvilluesit krenohen se do të jenë të parët të Shqipëri me certifikatën ndërkombëtare EDGE, Excellence in Design for Greater Efficiency, që garanton përdorimin e materialeve miqësore me mjedisi me kursi mesatar 20% ujit dhe energjisë krahasuar me ndërtime tradicionale. Por ndërsa këto superlativa tregojnë bukur në letër, realiteti i hapjes së kantierit lë shumë për të dëshiruar. Prej mbi 20 ditësh, rrahja e pandërprerë e ekskavatorëve që shembin godinat e vjetra dhe reja e pluhurit që mbulon skelën e kanë kthyer zonën në një vatër të vazhdueshme me akthi akustik dhe ndotjeje. Banorët e ballateve pranë, hotelet, baret, restorantet dhe bizneset e shërbimit po operojnë nën presionin e pandalshëm të zhurmës dhe pluhurit. Edhe vizitorët, nxënës e turistë që vinë të shohin shtëpinë e pavarësisë, largohen të bezdisur, të mbuluar nga grimcat dhe me veshët e lodhur nga kakofonia e kantierit. Por, a ka një zgjidhje? Përtej logos së certifikatës, parimet e qëndrueshmërisë duhet të zbatohen që në fazën 0 të punimeve. Në portet të ngjashme nga Barcelona në Dubajt, kompanitë e ndërtimit vendosin bariera akustike të përkohshme që ulin deri në 10 apo 20 decibel ekspozimi në zonat e banuara, spërkasin vazhdimisht në ujë ose përdorin nebulizator për të eliminuar mbi 80% të grimcat dhe të pluhurit. Instalojnë motor digital që matin kohën reale në nivelet e zhurmës dhe grimcat e pluhurit në ajër dhe dialogojnë me komunitetin për të përcaktuar oraret më të përshtatshme të punës. Por, përpara se ta mbyll, kam dy fjalë dhe një apel për zhvilluesit. Shfrytëzoni të njëjtin standard ekselence që predikoni për ndërtesat edhe në procesin e ndërtimit. Vendosni bariera akustik, aktivizoni sistemin spërkatës, monitoroni vazhdimisht pluhurin dhe zhurmën dhe hapni kanale komunikimi me banorët dhe bizneset lokale për të planifikuar punimet. Vetëm kështu Vlora do të përfitojë një port të gjelbër, të gjallë dhe jo thjesht objekte të gjelbërta në letër.